Koalicioni Vlen prezantoi organizimin e ri brenda grupit parlamentar, të cilin për momentin e përbëjnë 9 deputet, kurse i 10 do t'u bashkohet pas finalizimit të dorëheqjes të Salim Sulejmanit. Ata thonë se janë grupi parlamentar shqiptar më i madh në kuvend. Koordinatori Bekim Çoku ftoi deputetët e ASH-së së Taravarit t'i bashkohen grupit, duke thënë se beson se as ata nuk e dinë se çfarë sakt ndodh në partinë e tyre. Në ndërkohë, kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, që është pjesë e koalicionit Vlen, deklaroi se Aleanca për Shqiptarët është pjesë e rëndësishme e këtij koalicioni dhe do të vazhdojnë të jenë pjesë e qeverisë. Ne kemi thënë që në fillim që nuk do të pranojmë të bashkëpunojmë me individ të cilët në një formë ose tjetër bashkëpunojnë me Ali Ahmetin dhe me BD-n. Pra, çdo kush, qoftë nga Aleanca për Shqiptarët apo nga subjekte tjera politike që donë që njëjtën kohë të bashkëpunojë edhe me BD-n, në këtë rast me Ali Ahmetin, ai në një farë forme është i vetë përjashtuar nga Vleni. Këtë rast edhe njëherë, pra, Vlen është i plot edhe me Aleancën për Shqiptarët. Çdo funksionari i Aleancës për Shqiptarët i cili do të dëshiroj që të vazhdoj në kuadër të Vlenit, sigurisht që ai do të ketë mundësi të jetë edhe në pozitat që i ka në qeveri. Kalimet e deputetëve nga njëri tabor në tjetrin për Kasamin i ka nisur Ali Ahmeti dhe këtë lojë që siç e quan ai do ta vazhdojnë ta luajnë edhe në koalicionin Vlen. Këtë lojë nuk e nisëm ne. Ali Ahmeti nuk u dash të futet në kështu lojra për të tërhekur deputet apo dhe individ caktuar, sepse mekanizmat për të marrë, do kisha thënë, deputet duke qenë pjesë e qeverisë janë shumë më të mëdha, por nuk ka qenë fokusi jonë aty. Fokusi jonë ka qenë implementimi i programit qeveritar dhe sigurisht përmirësimi i jetës së qytetarëve. Por nga momenti kur Ali e hapi lojën, sigurisht që ne nuk do të rrim duar kryq, ne do të ofrojmë që çdo kush që është interesuar që të jetë pjesë e qeverisë dhe pjesë e përkushtimit tonë për realizim të programit në të mirë të qytetarëve të jetë pjesë këtij koalicioni qeveritar. Ashtu siç ka thënë edhe koordinatori i grupit parlamentar, veç më po rritet grupi parlamentar nga 10-11 dhe unë besoj që pas këtyre lëvizjeve pjesa e, do kisha thënë, komunitetit jo Maqedonas që përkrah qeverinë do të jetë shumë e madhe se që ka qenë më herë. Kasami mëtej është shprehur se pozitat që i kanë pas në fillim koalicioni Vlen do të vazhdojnë t'i ruajnë edhe mëtej. Në ndërkohë, funksionerët besnik që mbështesin Arben Taravarin vazhdojnë të deponojnë dorëheqjet e tyre nga funksionet që i kanë bartur deri më tani. Kuvendi tashmë ka konstatuar dorëheqjen e ministrit të shëndetësisë Arben Taravari dhe në nivel të zëvendës ministrave.